Kuici i vjeshtës, le të zbulojmë çfarë fruti sezoni je ti. Përgjigju pyetjes së mëposhtme. Si ndihesh zakonisht në këtë periudhë të vitit? A. Plot energji dhe ide të reja. B. I qetë dhe reflektues. C. Me luhatje humori, po çdo e ndërroni këtë periudhë për asgjë. Cila është mënyra ideale për të shplodhur? A. Me një çaj të ngrohtë dhe libër. B. Duke ecur në natyrë. C. Apo duke gatuar diçka të shijshme për veten ose familjen. Dhe tani është koha të kuptojmë se si reagon ti ndaj njerëzve që të lodhin emocionalisht. A. Largohem qetë pa bujë. B. Përpiqem t'i kuptoj dhe pastaj të vendos kufit. Dhe C. Shpërthej, por më kalon shpejt. Dhe tani vjen një pyetje me aromë. Cila aromë të ngroh shpirtin? A. Molla me kanellë. B. Mandarina e freskët. Apo C. Dardha e pjekur me mjalt. Nëse do ishte një frut, si do doje të përshkruanin? A. I ëmbël dhe plot ngjyra. B. I thjesht, por me shije të thellë. Dhe C. Pak misterioz, por shumë ushqyes. Dhe tani është koha të zbulojmë rezultatet. Nëse nga përgjigjet e tua ka më shumë alternativë A, atëherë ti je një mollë kuqe, klasike, energjike dhe e ndjeshëm ndaj njerëzve që do. Ti frymëzon ngrohtësi. Nëse ke më shumë alternativë B si përgjigje, atëherë je një dardh, i qetë, i ekuilibruar dhe i sinqert dhe ke shijen e stabilitetit. Nëse ke më shumë alternativën C në zgjidhje, atëherë je një mandarin, shpërthen dritë, aromë dhe humor. Ke dhuntin të ngrohësh çdo ambient.